E thot pejgamberi Allahu se ditën e Arafatit, apo në mënyrë të përgjithshme, dhikrin më të mirë që e ka bën unë dhe pejgamberët e mëparsh. 124.000 pejgamber, njerëz të përzgjedhur, njerëz më të ditur, njerëz dashamirë të Allahut. A ke dëshirë me çfarë kanë jetu ditën e Arafatit, apo në mënyrë të përgjithshme gjatë jetës vetë, mirë po në veçanti ditën e Arafatit, a e kanë bërë këtë dhikr për këtë arsye ato që nuk dinë mu lut ditën e Arafatit, ato që nuk dinë me bën doa ditën e Arafatit. Çka të bojnë ato, le të bojnë dhikr. Cili a dhikri ma i preferuar ditën e Arafatit, dëgjoni me vëmendje, që do të shpjegoj çka do me thonë ke hadithi pejgamberit Allahut, ku pejgamberi Allahut dhe se duaja me emina, duaja ditës Arafatit, e pastaj vazhdoi pejgamberi Allahut në të njëjtën hadith dhe tha, fjalën më të mirë që e kam thonë unë dhe pejgamberët e mëparshëm, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fjala shahadetit, a fjala më e mirë që thuat ditën e Arafatit. Dhe kur e pyetën Sufjan ibn Uyejnën dhe i thanë, ja Sufjan, po thot pejgamberi Allahu se di doja me emina, doja ditën e Arafatit, a fjala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir. Tha nuk është dua, çish mund me qenë kjo fjalë dua? Ndëgjoni çka tha Sufjan ibn Uyejna. Tha i cili në ditën e Arafatit është i preokupuar me këtë fjalë, Allahu ka më plotsu dëshirat të cilët sikur më ju pas lut Zotit vet për ata që din mu lut dhe për ata që s'din. Ka se ka orë me një transmetim se thot ai që preokupohet duke më përmen mua, do t'ja jap atë që dëshiron që din me lip dhe atë që dëshiron që s'din me lip. Para ata ato që s'din me lip, le ta thojnë shahadetin, nga se shahadeti vëllezër të ndershëm, a fjala më e mirë që e ka thonë të gjithë pejgamberët, shahadeti është fjala më e rëndë që peshon mas shumë tin kandarin Allah. Transmetohet me një hadith që Nuhi a.s. duke vdek, e merr gjalin e vet e ul pranë vete dhe i thot, o biri jem po t'i lon t'i porosi, njëna prej këtire porosive, mos e le shahadetin për shqiptu, thue vazhdimisht la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Adin sa peshon, tha o biri jem, tha toka dhe qiella me amen menu me një anë të peshorës dhe menu me këtë fjalë këtërën anë të peshorës, kjo peshon ma shumë se toka dhe qielli. La ilaha illallah, la ilaha illallah peshon tek Allahu azza wa jall ma shumë se toka dhe qielli. Pra thonë të pejgamberi Allahu, ma i lumë të nditër e kiametit me ndërmjetësimin tim është ai i cili e thot këtë fjalë nga thellësia e zemrës, të buron nga zemra jo nga moja e gjuhës, derisa ka në ajetet Kurani Kerim që thot Allahu azza wa jall, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Gjasët e fundit Allahu azza wa jall i përforcon ato që e kanë fjalën e fortë. Komentatorët e Kurani Kerimit thot çka do të thonë fjalë e fortë, ka thonë fjala la ilaha illallah.